Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka dhënë dorëheqjen nga posti i tij pak para se të bënte betimin si deputet në Kuvendin e ri. Lajmi është konfirmuar përmes një letre zyrtare të dërguar Sekretariatit të Kuvendit të Kosovës, ku Kurti ka njoftuar vendimin e tij për të lënë postin e kryeministrit. Ky veprim vjen në një moment kyç për skenën politike në Kosovë, teksa Kuvendi i ri pritet të konstituohet ditën e sotme dhe të zgjidhet qeveria e re pas zgjedhjeve të fundit, të mbajtura më 9 shkurt. Dorëheqja e Albin Kurtit interpretohet si një hap i domosdoshëm procedurial në përputhje me Kushtetutën e Kosovës për shkak të ndërrimit të funksionit nga ekzekutivi në legjislativ. Burime brenda lëvizjes vetëvendosje kanë bërë të ditur se Kurti do të vazhdojë të ketë një rol aktiv në kuvend si deputet dhe lider i subjektit më të madh politik në vend. Megjithatë, nuk është përjashtuar mundësia që ai të synojë sërish postin e kryeministrit, varësisht nga zhvillimet e ardhshme politike dhe krijimi i koalicionit të mundshëm për formimin e qeverisë, që gjasat janë se do të formohet me nismën e Fatmir Limajt dhe komunitetet jo shumicë. Letra e dorëheqjes është protokolluar dhe tashmë është bërë pjesë e dokumentacionit zyrtar të Kuvendit të Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës pritet ta njoftojë publikisht këtë dorëheqje gjatë seancës konstituitive. Ky zhvillim shënon një tjetër moment të rëndësishëm në karrierën politike të Albin Kurtit, i cili vazhdon të jetë një nga figurat më me ndikim dhe të përfolura në politikën kosovare. Vëmendja tani është përqendruar te formimi i institucioneve të reja dhe hapat e ardhshëm që do të ndërmerren nga vetëvendosjet e partitë e tjera parlamentare.